Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nisën bashkë rrugën e integrimit për në BE, por rrugës u ndan dhe Shqipëria është afruar shumë me BE-n. Sipas gazetarit mentor Nazarko, përveç reformave që ka bërë shteti shqiptar, kanë ndikuar edhe faktorë të tjerë. Në specialin e ditës në televizionin Shenja, Nazarko u shpreh se në kuptimin gjeostrategjik, Shqipëria fitoi sepse BE synon që të jap mesazhin e qartë të zgjerimit me çdo kusht, ndërsa në pikpamjen e detyrave të shtëpisë për Shqipërinë, theksoi se BE ka pasur konsiderat se Shqipëria nuk ka probleme me bashkëtesën etnike, nuk ka probleme me reformat e brendshme, apo zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara dhe është i linjëzuar me politikat europiane dhe amerikane. Unë mendoj që Shqipëria është aktualisht është më përpara të vendeve të tjera, ndonse në pikpamje të zhvillimit ekonomik apo të prodhimit brendshëm brut apo të disa kushteve të tjera, Shqipëria mund të jetë më mbrapa se sa Serbia. Unë mendoj që në pikpamje të reformave Shqipëria është më përpara të tjerë, kështu që ky vendim i Bashkimit Evropian nuk është vendim i mbështetur thjesht vetëm mbi arsye gjeostrategjike. Duke folur për samitin që u mbajt dje në Shkup, BE Ballkani Perëndimor dhe për pozicionimet e kundërta të Edi Ramës dhe Albin Kurtit në raport me faktorin politik shqiptar, Nazarko thotë se Rama duhet të bashkëveprojë më shumë me faktorin politik shqiptar në pushtet, ndonse siç u shpreh, nuk është sekret privilegjimi që kryeministri i Shqipërisë jep marrëdhënieve me BDI-n. Një që është fakti që Rama duhet megjithatë të bashkëveprojë në një tjetër me faktorin shqiptar, i cili është i përfshirë qeverisë gjëqësisht me Blenin. Imagjinoj që situata e këtyre lirive dhe drejtave themelore të shqiptarëve në Maqedoni do të ishte akoma më e keqe nëse do kishte shqiptarë në qeverisë. Në ndërkohë kur është vendosur qeveria Mickovski, nuk ka patur kontakte të tilla në format të gjerë, pra kryeministër plus disa ministra me kundërpalën. Ndërsa për planin për zhvillim të Bashkimit Evropian, ai tha se më së shumti mund të përfitojnë Shqipëria dhe Mali i Zi dhe më pak Bosnia Hercegovina dhe Serbia.